Partia Demokratike dënon me forcë lënien e vendit pa galeri kombëtare të arteve, prej 5 vitesh tashmë, dhe kërkon transparencë të plot nga qeveria për rikonstruksionin e galerisë, një për institucioneve më të rëndësishme të kulturës dhe kujtesës kombëtare shqiptare. Galeria kombëtare mbylli dyert për rikonstruksion në tetor të vitit 2021. Në gusht 2026, 5 vjet më vonë, vazhdon të jetë mbyllur dhe në rikonstruksion. Ndërkohë, institucioni ka drejtor, administrat, buxhet, programe, thirrje për projekte, konkurse, faqe interneti dhe rrjete sociale. Të gjitha i ka veç gjës kryesore, dyerve të hapura të ekspozitave për publikun vendas dhe vizitorët e huaj. 3 vjet pas lajmërimit për hapje të rikonstruksionit, në korrik 2024, Kryeministri Rama njoftonte publikisht nga kantieri se galeria kombëtare po rilind, me hapësira të reja ekspozimi, bibliotek, laborator dhe një koncept të ri të sallave. 2 vjet më vonë nuk ka ndodhur asgjë nga këto, dhe galeria vijon të jetë mbyllur. Ministria përgjegjëse vazhdon të tenderojë punime për rikonstruksionin e saj, pra nuk jemi afër fundit të rikonstruksionit, por diku ku nuk e dim. Kjo nuk mund të konsiderohet thjesht një vonesë. Pas 5 vjetësh, qytetarët kanë të drejtë të dinë se çfarë ka ndodhur me këtë projekt. Pse këto vonesa, sa ka kushtuar dhe kur do të përfundoj. Partia Demokratike i kërkon qeverisë të përgjigjen publikisht këtyre pyetjeve. Cili ishte afati fillestar për përfundimin e rikonstruksionit të galerisë kombëtare? Sa herë është ndryshuar apo shtyr ky afat dhe për çfarë arsyesh? Sa ishte vlera fillestare e projektit dhe sa është vlera totale e kontratave dhe tenderve të zhvilluar deri më sot? Çfarë punime shtesë janë miratuar gjatë zbatimit të projektit dhe sa kanë kushtuar? A janë respektuar kontratat dhe afatet nga kompanitë zbatuese? A janë aplikuar penalitete për vonesat dhe nëse jo, përse? Kush ka mbikëqyrur punimet dhe kush mban përgjegjësi për zvarritjen e projektit? Kur do të hapet realisht galeria kombëtare për publikun? Por ekziston edhe një çështje tjetër, edhe më rëndësishme se vetë rikonstruksioni dhe galeria. Ku ndodhet koleksioni kombëtar i artit shqiptar? Partia Demokratike kërkon informacion të plot mbi vendodhjen, kushtet e ruajtjes, konservimit, sigurisë dhe monitorimit të mira veprave të koleksionit kombëtar gjatë viteve që galeria ka qëndruar e mbyllur. Këto nuk janë pyetje politike për politikë të përditshme. Janë pyetje elementare për një institucion publik, një pasuri kombëtare dhe një projekt të financuar me parat e qytetarëve shqiptar. Një galeri kombëtare nuk është magazin pikturash, është kujtesa vizuale e një kombi, dhe një qeveri nuk mund ta mbajë këtë thesar pas skelave, zvarritjeve, gënjeshtrave për 5 vjet, ndërsa prodhon afate, tender dhe premtime të reja. Partia Demokratike kërkon publikimin e plot të kontratave, tenderve, shtesave të kontratave, afateve, preventivve dhe pagesave të kryera për rikonstruksionin e galerisë kombëtare që nga viti 2021 e deri më sot. Gjithashtu, kërkojmë një datë përfundimtare dhe të verifikueshme për hapjen e saj. Si pjesëmarrëse e protestave prej më së 2 muajsh dhe si aktore jo vetëm e skenës, por dhe e rezistencës kundër shëmbjes së teatrit kombëtar, unë e di se qytetarët në shesh janë aty edhe për këtë, për korrupsionin jo vetëm në rrugë, aksh, polici, por edhe në art e kulturë. Edi Rama duhet ta jap dorëheqjen edhe për këtë, si ish artist, ish ministri i kulturës, si kryeministri sot që e ka lënë kryeqytetin e shqiptarëve pa muze kombëtar, pa galeri kombëtare artesh, pa teatr kombëtar, pa cirk kombëtar.